Përshëndetje miq të nderuar, mirë se erdhët edhe një herë në kanalin tim. Sot kam vendosur që të ndaj me juve këtë recetë të kifleve që do të bëhen shumë të shijshme. Një recetë e re, shumë e shpejtë dhe shumë e lehtë në përgatitje. Atëherë këtu kam brumin e fermentuar dhe do të vazhdoj me recetën në vazhdim. Se je fillestar në kanalin tim, të lutem që të më suportosh me një like, një koment dhe një subscribe. Mbështetja juaj do të thotë shumë për mua. Ju faleminderit të gjithëve. Për mua kjo recetë është e re, është e para herë që i përgatis, por me të vërtetë ishte shumë e shpejtë në përgatitje dhe më pëlqeu shumë. Andaj desha që ta ndaj edhe me juve. Bëni një subscribe në kanalin tim në mënyrë që të regjistroheni, sepse posa të postoj një video të re, do të njoftoheni. Atëherë kulaçat do t'i bëjmë kështu në top dhe do të vazhdojmë që t'i hapim njëcin e video. Do t'i hapim dhe do t'i lyejmë me vaj ose me gjalp. Atëherë do të fillojmë edhe me palosjen e kulaçave. Do të filloj që t'i palosim pjetet kështu njëjtë në video, në mënyrë që të fitojmë më shumë fleta dhe të na dalin kiflet më të shkrefëta dhe më të mira. Shpresoj që është duke ju pëlqyer kjo video. Në kanalin tim mund të gjeni shumë receta gatimi tradicionale si dhe ato moderne. Mund të gjeni edhe shumë video të tjera me live. Furrën e kam parangrohur në 250 gradë, ku pjekjen do ta bëj për rreth 25 minuta ose 30, varësisht nga furra. Nëse ju e përgatitni këtë recetë ose këto kifle, juve ju bëfshin mirë. Ju falenderoj për gjithë suportin që më bëni.